Të njohësh Zotin dhe shpëtimtarin tonë Jezu Krisht, dhe të bëhesh fëmijë e Zotit, është gjëja më e rëndësishme në jetë. Por, për të njohur vërtet Zotin, duhet së pari të kuptojmë çfarë është mëkati. Mëkati nuk është vetëm krim i madh, por çdo gjë që shkon kundër vullnetit të tij, në mendime, në fjale dhe në vepra. Kur Zoti jep ligjin e tij, ai nuk thotë, bëje këtë që të kontrolloj, por thotë, bëje këtë sepse kështu ishte menduar jeta. Por në të gjithë kemi shkelur ligjin. Asnjëri nuk e do Zotin me gjithë zemrën, as nuk e do të afërmin si veten. Ligji nuk na shpëton. Ai na tregon pse kemi nevojë për shpëtim. Dhe pikërisht aty, ku shohim fajin tonë, Zoti na tregon hirin e tij, sepse Jezusi nuk erdhi të dënojë mëkatarë, por të shpëtojë ata.